Një element i çmuar që e bën shumë më të kompletuar ofertën turistike të Kalasë së Ishmit është edhe fakti që mu tek porta e Kalas ndodhet varri i piktorit të mirënjohur shqiptar Ibrahim Kodrës. Kur piktori u nda nga jeta, edhe pse jetën e tij e kaloi të gjithën jashtë, ai shprehu dëshirën, amanetin pra, që të varrosej pikërisht në vendlindjen e tij në Ishëm. Dhe ky monument, vendprehja e tij, prezenca pranë Kalas, do ta bënte këtë gjë, pra do ta bënte ofertën turistike të Kalasë së Ishmit një fakt shumë tërheqës për çdo adhurues të pikturës, jo vetëm të piktorit ton të nderuar Ibrahim Kodrës, i cili është quajtur pra për shkak të famës ndërkombëtare që kishte, është quajtur edhe Picasso-ja shqiptar, por do ta bënte, le të themi, të kompletuar edhe nga ana e vlerave turistike të një oferte që nuk do vihej këtu pra vetëm thjesht për të parë një kala, por shumë pelegrin të artit kubik mund të vinin të vizitonin vendprehjen ose monumentin e Ibrahim Kodrës.